mësojnë brezat e rinj sa ato që kanë mësuar më para? Brezat e rinj s'lexojnë një libër, më që më thudi mu. A di që kam bëhën? Unë jam projektuesi i kaskadës Drinit, një nga brezat. Risha mësojsha 10 orë, 12 orë në ditë. Po mos mësojsha 70 fjalë të huja, mlete i matë në një plak 1 orë me një këmbë. Ku ka disiplinë të shimë? Se s'ka familje, ka unë familja, pra ne s'ka. Universiteti edhe në botë, pa e humë vlerën, pa e humë. Në që se s'ka seriositet shteti, s'ka. Shifë se që përgatitje kanë në gjimnazë. Nota, gjithë problemi është se nota është fake, nuk është reale. Po s'ke nota reale, unë nuk ri këtu. Unë ri në Amerikë. A do i besoni që një profesionist? Dhe në Amerikë nuk më pyetën mu ke marru në Shqipëri apo ke marru atje. A i të jep atë thot, dita bësh këtë? Kam 26 shkolla, mbi 80 kate, unë që i kom po në New York. Janë gjitha me firmën time. Përfshi dhe Spiralin. Spiralin që ka bë Bjarke Ingels, që po bë këte këtu. Që Luli do të me fut në burg. Se nuk arrojnë këto. Unë djemi ofendu se kom projektu. Kom punu me atë. A i në atë kohë bënd të fshatin e Hënës. Fshatin ku të shkojnë, që do bëhet baza, do kërkojnë, do bëjnë mineralet, do kërkojnë këto tokat e rallat që janë atje në Hënë, se ka shumë minerale, edhe a i bënde, a i gjenia, ka më i vogël se sa kjo është, ja kaqesh. A ka kohën plot. Problemi është që shkolla duhet të ketë seriozitet, jo kristalera, jo këto gjona, që duhen me ja prap. Duhen me ja prap.